Për vitin e 10 radhazi, nxënësit e shkollës Sevasti Qiriazi në Korçë kanë zhvilluar një kampionat futbolli ndërmjet klasave. Kanë qenë djemtë e klasave të 6-ta, të 7-ta dhe të 8-ta që kanë garuar mes tyre për të shpallur edhe ekipin fitues për vitin shkollor 2024-2025. Ky është një aktivitet midis klasave 6-ta, 7-tave, 8-tave të shkollës Sevasti Qiriazi që e bëjmë për 10 vjet. Një aktivitet që mundson fëmijët të shprehin aftësitë e tyre në futboll, edhe dëshira e madhe për të lloj sporti. Fëmijët janë zakonisht të interesuar, ata nuk ndalojnë, domethënë duan sa më shumë ndeshje, po koha e kufizuar që kemi, mundohemi t'i kënaqim të gjithë. Edhe për vetë fëmijët, aktivitetet të tilla janë mjaft të dëshiruara, aq më tepër kur bëhet fjalë për një prej sporteve më të preferuara prej tyre që është futbolli. Kam qejf çdo klasë të konkurrojë me njëra tjetrën. E kam shumë qejf futbollin, e doa që klasa ime të dalë kampion. Këto aktivitete duken shumë të bukura sepse edhe për ne janë argëtuese dhe konkurrojmë me klasat me njëra tjetër. Shpresoj që klasat ime të fitojnë. Përveç se të japin një ndjesi të mirë sportive, të angazhojnë edhe të bëjmë pjesë të tyre. Mirë, më pëlqejnë shumë, ndjej mirë, falenderoj sigurisht profesorit që më bën të mundur. Përveç programit të përcaktuar të lëndës së edukimit fizik, mësuesit mundohen që t'i aktivizojnë nxënësit sa më shumë në aktivitete sportive, pasi kjo shihet si një formë jete mjaft e shëndetshme për brezin e ri.